Unë me një fjalë këtë qeveri, muj me thonë qeverisje e fjalëve. Më vjen keq, do me thonë me fjalë nuk rregullohet shteti. Me shtesa mirëmbahet shoqëria, por nuk zhvillohet shoqëria. Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, idenë për shtetin e kanë në kontroll, por jo në zhvillim. Dhe nëse e shohin zhvillimin si diçka që veç shteti do të më ofru, mendoj që kjo e cënon qëllimshëm, pra po kthem natyrën e shtetit. Shteti i Kosovës është i projektuar të jetë rregulir, shteti i Kosovës është i projektuar të jetë që taksën ose paron publike ta ofroj, ta kthej mrapa të qytetarit në emër të mundësive, të mundësive, jo në emër të një, si ta them, shtese e cila e lën popullin, e bën të varur, po e bën edhe parazit. Pra mu më mungon në Kosovë sot njeriu punëtor, sepse ky e mbyt edhe zellin e njerëzve që punojnë. Isha në Gjilan, te një fabrik e bicikletave, edhe më bëri shumë përshtypje, do me thonë, njeriu i cili e ka hapë fabrikën 2004 vetëm për montim bicikletave, sot tash e 5 vite i prodhon bicikletat në Kosovë, për mu ke kështu, si me thonë, enlightening, kështu ndriçuese si... Por fatkeqësia është ana tjetër, se këto janë raste individuale e tepër të rralla me i po në Kosovë, po i kena një 240.000 vetë që e kanë braktisë Kosovën.